Turqia e shef interesat në mënyrën makro dhe jo minimale, pse në rajon janë dy rival, por janë dy komshi që të paktën për e shekush në radhë nuk kanë luftuar, pavarësisht se njëra është sunni dhe tjetra është shite. Me sa duket Irani ka ngel vetëm tashmë atje, pra dihet përkrahja e Rusisë, e Kinës, e Indisë të tjera dhe Maduros, si tashmë Maduro nuk ka më, që kanë qenë vazhdimisht në përkrahje të Iranit, pra kanë thyer çdo lloj ambargo që ka bërë perëndimin e thojza për Iranin, kurse Turqia nuk i ka lejuar vetes që të jetë të bëjë ambargo asaj, dhe sidomos pas luftës dy javore që ishte bombardimit të Amerikës në B2-shat pra në vitin e kaluar, në qershor në vitin e kaluar, kanë treguar haptas që Irani pra nuk ka më asnjë shok. Ishte BRICS-i, ishte Shanghai League e të tjera kanë qenë një farsë, domethënë thjesht për të mbledhur si që thënë turqit në pi çaj së bashku, dhe ajo që tashmë është një gjë, okay, ka një merit Hakan Fidani me patjetër, por kjo është edhe politika e presidentit zotit Erdogan, por ashtu edhe presidentit iranian, edhe pse forca e pozitës e presidenciale në Iran është shumë ashtu, sepse lideri suprem është Ayatollah Khamenei. Gjithsesi presidenti aktual i Iranit është turk, është lindë rritur nga prindë turq, domethënë nga nana, nga baba, dhe gjua amtare e tij nuk është persishtja, por është turqishtja, dhe kjo ka një ndikim ashtu, plus që zot harruar domethënë që këto muajt, domethënë vitin e fundit Iranit i shkoi edhe presidenti me ministrin e jashtëm, vdiqe një helikopter, tashmë bombardimet e Izraelit, Amerikës, të gjitha, duke që Irani po kërkon të gjejë një rrugdarje me humbje minimale, e cila vetëm shtet që mund t'i afrojnë është vetëm Turqia, por do të thënë edhe kjo që në fillim të javës, domethënë para 2-3 ditëve folëm që do të kemi mbledhjen e radhës të premten, pra pas për nesër në fakt do kishim në Turqi me bisedimet e Amerikë-Iran, pra ata që u anulluan pas bombardimit të Amerikës në Iran. Tashmë do të jemi përsëri në tavolinë, por me sa duket Irani apo edhe vetë Amerika nuk kemi zyrtarisht, domethënë kemi vetëm nga media, lajme nga media, edhe nga presidenca e Teheranit apo e Washingtonit, kemi që do të mbledhen në Uman ditën e nesme, dhe pritet që të ketë disa gjëra, por zot harruar edhe kjo që Turqia po bën të pamundur që mos të kemi një ndërhyrje amerikane në luftë, por i ka afruar të gjithë logjistikën edhe Ayetullahut, por ashtu edhe Pezeshkianit që të ulen të bisedojnë, sepse një luftë e tillë mund të jetë jo si ajo 2 javore apo si bombardimi i B2-shave në Amerikë, por mund të jetë nga Amerika, por mund të jetë edhe shumë më e madhe, e cila do të jetë pastaj një problematik për dekada më radhë, qoftë për Iranin, por qoftë edhe për rajonin. Sa do të jetë në gjendje Hakan Fidan, presidenti Erdogan, që të bindi Teheranin, liderin suprem dhe presidentin e saj, kjo do ta shohim në vijim, por kemi një gjë tjetër që e njëjta situatë, pra e njëjta formulë, e njëjta fotografi ishte edhe para vitin e kaluar, ku vazhdoshin negociatat SBA-Iran dhe po atë natë filloi lufta. Kështu që kemi një Trump, një lider që ai di se ç'ta bëj, por nuk na thot ne hapta se çfarë do bëj, aty ku thotë jemi në negociata po bëjmë paqen, aty hap luftën, aty ku thotë ishim me Maduron ende po negociojmë mas 2 orëve kur e shohim Maduron që shkon në New York. Kemi liderë të tjerë, por forca e diplomacisë turke në rajon normalisht e koordinuar apo e sinkronizuar edhe me Amerikën dhe NATO-n, kërkon që mos të kemi një përshkallëzim në Iran, sepse do të jetë katastrofë. Normalisht faturën e madhe e pagu populli i Iranit, por edhe rajoni do të ketë një faturë shumë të madhe, kështu që për të parandaluar këtë, zoti Hakan Fidan, por zoti presidenti Erdogan, siç ishte në Arabinë Saudite dhe në Egjipt për vizitën e ditëve të fundit, këto kanë qenë ashtu, po ashtu edhe pika e Gazës, domethënë që nuk është shumë largët edhe në ndërhyrjen e Amerikës në Iran, ka një sinkronizim të tyre, e cila Izraelit i jep një hapësirë më të madhe në ajo. Të lutem për ta mbyllur një pak. Ka dalë në i turk në dosjen e Pshtenë, apo pritet që të dalë? Ka frikë aty? Po, kanë dalë shumë turqë dhe debatohet jashtëmase që nga fëmijët e humbur. Jo, ende nuk e kemi zhdervelluar të 2-3 milion dosje, domethënë, por kemi këtu në fakt për
për një anshmëri, domethënë në Turqi, në hotelet më serioze, riksos të Antaljas, aty është gjetur, kështu thuhet që ka vdekur një djalë 16 vjeçar, i cili e ka parë shumë gjëra dhe ku edhe telefoni ende sa dite, por prokuroria turke ka hapur seriozisht tashmë pas të gjitha këtyre dosjeve, ka hapur çështje shumë serioze dhe pritet që ka biznesmen të mëdhenj, ka edhe ish influencues në politikën turke, pra turq qoftë të Turqisë, por edhe të diasporës turke që nga Amerika, dhe këtu biles edhe avukati i Fethullah Güleni që ishte tashmë ka vdekur, por që ishte në Amerikë, është edhe avukati i Epsteinit, kështu që ka një lidhje shumë interesante me ashtu, por do të presim se 3 milion faqe të merren të gjitha, të lexohen tek e tek në sa janë atje, por ka dhe është një pikë shumë serioze, por uroj që mos të jetë vetëm thjesht për të menjanuar aktualitetin në opinionet publike nëpër botë, por të jetë një gjë reale, sepse me të vërtetë është një skandal, një krim, ka lidhje me Turqinë, me Shqipërinë, me të tjerë, është krejt shumë tjetër, por janë gjëra që nëse ato që thuhen janë, edhe pse shumë rende janë teori konspiracioni, gjithsesi nëse ata na drejtojnë me të vërtetë botën të njerëz të manjak, domethënë këto kriminala që hanë pinë gjakun e fëmijëve dhe me pedofili, e mirë njerëzimi, pra jo thjesht Turqia, Shqipëria apo Amerika, por mirë njerëzimi që kemi, domethënë kur shedra që na drejtojnë, të cilat nëse do të kenë fakte duhet të dalin para drejtësisë amerikane apo të çdo shteti të vet, por edhe Ministria e drejtësisë amerikane ka lënë shumë për të dëshiruar, sepse një ministri nuk është puna e ministrisë të publikojë fakte, por të reagojë dhe të parandaloj gjën, ose pasi ndodhet të japi dënimin e duhur, por deri më tani duket që në Amerikë përdoret për politika për konsum të mrenshëm, e cila thuhet ende, normalisht që nuk kemi gjë të sigurt, por thuhet që në fakt ata dosjet kryesorë që duhet të dalin, pra prioritetat botërore qoftë nga mbretëria angleze, nga Gjermania, nga shumë vende të tjera, nuk kanë dalë dhe nuk kanë për të dalur, të paktën kështu shprehen, por të ta shohim në vijim, mund të jetë edhe një bum shumë i madh si Wikileaks nëse kujtohet dekadë më parë, ose mund të kalojë krejt anash pa u ndje, por me të vërtetë ato janë gjëra shumë të trishtueshme, të cilat është turp për njerëzimin, pra ashtu për çdo njeri të këtij globi, dhe jo thjesht për Amerikën apo për një Epstein apo Epstein siç e quajnë Amerika. Sokorën, falenderoj shumë për çështjet që diskutuam dhe për mënyrën si ju i zbërthyet dhe i sodhët më pranë shikuesve tanë këto ngjarje që po ndodhin në Turqi ose që rrotullohen rreth saj. Falenderoj shumë. Gjithashtu do të falenderoj, ishte kënaqësi.